Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi tashmë me lajmet më të fundit nga showbizi, këtë herë për të ndaluar tek një personazh shumë i dashur, tek një artist, tek një këngëtar që nga të gjitha gjeneratat i ka fansat e tij. Do ndalojmë tek Golda G. Golda G gjithmonë nëpër rrjetet e tij sociale, në Instagram, në Facebook, në Twitter, kudo që ai ka faqet e tij zyrtare, ka publikuar familjen e tij, ka publikuar jetën e tij, ka treguar shpirtin e tij të butë, ka treguar njeriun e tij fisnik dhe ka treguar që në këtë botë është bukur kur bëjmë vepra të mira dhe kur bëjmë një personazh tjetër që të buzëqesh, një njeriu tjetër që të buzëqesh dhe që të ndihet i lumtur. Dhe pikërisht duke bërë lëvizje të këtilla në jetë, duke bërë momente kaq të bukura, Zoti ja ka bërë jetën aq shtruar sa që edhe suksesin, edhe familjen, edhe karrierën, edhe pasurinë po ja fal të gjitha në të njëjtën kohë. Por ajo që në fakt unë personalisht, por besoj që edhe ju keni kuptuar nga Goldi, nga natyra e tij është që sa më shumë zemërgjër të jemi, sa më shumë shpirt mëdhej të jemi, asnjëherë Zoti nuk na i mbyll dyert. Dhe pikërisht familja e Golda G është gëzuar sot pafund sepse në jetën e tyre ka ardhur edhe një bebush i ri. Artisti i njohur nga Presheva, Golda G, ka shpërndar një lajm që ka prekur zemrat e shumë shqiptarëve në mbar diasporën dhe jo vetëm. Ai dhe partnerja e tij Ermira janë bërë prindër për herë të tretë, duke mirëpritur në familje një vajzë të bukur, të cilës i kanë dhënë edhe emrin Emblema. Një emër që nuk është thjesht një fjalë, por një simbol me kuptim të thellë, një emblema e vërtet e dashurisë dhe vlerave të familjes. Emri Emblema përfaqëson një lidhje të fortë, një trishkronja të arta që bashkojnë një simbol të fuqishëm, gjithatë që Golda G dhe Ermira duan ta transmetojnë: dashurinë, mbrojtjen dhe krenarinë për ata që kanë krijuar gjithë këtë rrugtim së bashku. Nëpërmjet një postimi të ndjerë në rrjetet sociale, Golda G falenderon Allahun dhe krijuesin e qiejve dhe tokës për këtë dhuratë të çmuar. Me fjalë të thjeshta por të mbushura me përullësi dhe mirënjohje, ai shpreh gëzimin e thellë që fëmia i tretë i ka sjellë në jetë dashuri dhe lumturi familjes, por gjithashtu falënderimi i takon vetëm Zotit të gjithësisë. Unë dhe Ermira u bëm prindër për herë të tretë. E Guerili dhe Fronti u bën me një motër. Shkruan ai duke ndarë me ndjekësit edhe një detaj prekës. Vajza e tij lindi pikërisht në të njëjtën datë me gjyshin, që ajo nuk do të ketë mundësi ta njohë, por dashuria dhe kujtimi për të do të mbeten të përjetshme. Një mesazh që flet për vlerat e familjes, për trashëgime dhe dashurinë që nuk shuhet asnjëherë. Golda G nuk i ndalet vetëm falënderimeve, ai jep Emblemës një premtim të fuqishëm: "Pat shëndet e gjitha të mirat e Zotit bi, e di që derisa të kem jetë do të jem kraj joti." Këto fjalë janë një testament i dashurisë së pakushtëzuar të një babai për vajzën e tij, një mburoj dhe një dritë në rrugën e saj të jetës. Familja e tyre tani është më e plotë se kur. Dy djem, Gueril dhe Front, tashmë do të kenë praninë e një motre, një yll i ri që do të sjellë gëzim, buzëqeshje dhe forcë për të gjithë familjen. Ky moment është më shumë se një lajm i thjeshtë për lindjen e një fëmije, është një dëshmi e forcës të lidhjes familjare, e dashurisë së pakufishme dhe besimit të patundur në Zotin që udhëheq çdo hap të jetës. Në një botë ku shpeshherë ngjarjet marrin kthesa të papritura, ngjarje të tilla na rikujtojnë se dashuria dhe familja mbeten gurët themelor të jetës sonë. Golda G dhe Ermira janë sot një shembull i gjallë se si me besim dhe përkushtim mund të ndërtohet një familje e fortë dhe bashkuar, e cila do të rritet dhe do të lulëzojë me emblemën, simbolin e një dashurie të pastër dhe të përjetshme. Unë nga zemra Emblemës ju uroj mirëseardhje në këtë botë, të jetë e lumtur pranë familjes të mrekullueshme që Zoti e ka çuar dhe të gëzojnë vetëm ditë të bukura në jetën e tyre. Gold,
Ermira, paçit ditë sa më të bukura tashmë në një rikthim kujtimesh, sepse keni kaluar edhe 2 fëmijë të tjerë të cilët i keni rritur dhe në fakt në një zë që ndoshta ka pak vite që i mungon shtëpisë tuaj, ai zëri i bebushit kur qanë. Patshi gjithmonë gëzime, patshi gjithmonë jetë të lumtur dhe Zoti ju sjell vetëm mbarësi në familjet tuaja.